unë e dëgjova. Si të rezulton, kush e ka më të egër, e PS-ja apo PD-ja? Jep me dëgjoj. Është politikisht korrekt. Është ligjërisht gjithashtu korrekt. Çdo kandidat i listës së hapur mund të kërkojë votën në të gjithë qarkun. Ndërkohë që dhe këtu nuk ka asnjë faull. Ndërkohë që nga pikpamja strategjike socialistët kanë vepruar ndryshe. Kanë ndarë zonat për secilin nga kandidatët e tyre me një skrupulozitet të habitshëm, gati me dhunë. Nuk para kanë përplasje, pavarësisht se kanë po të njëjtën ndeshje. Përplasje, Vangjeli. Pavarësisht se kanë po të njëjtën ndeshje, po aq të egër sa në PD, ndoshta dhe më të egër. Kandidatët socialistë me njëri tjetrin. Por, për shkak të hijes së rëndë të Ramës, për shkak të kërkesës së tij të përsëritur, pa kush guxon ta kaloj zonën e përcaktuar në hartë, të shkel vijën dhe të kaloj në krahun e kundërt. Dhe kjo bën të mundur maksimalizimin e votave të tyre. Kam përshtypjen që janë shumë kusht, jo pa kusht, por mos sa bëjmë të debat, se nesër do kemi kandidat PS-s në studio dhe flasim me ta. Më beso është kështu, dhe kjo do të verifikohet. Jam i prirur të besoj kandidatët e PS-s që janë në garë, po nesër, megjithatë s'ka problem. Unë po të them që ndeshen egërsisht me njëri tjetrin, formalisht po t'i pyesësh, do të thonë po të njëjtën frazë, apo fraza si zoti Ali Mehmeti, po për shkak të hijes së Ramës, tash edhe një herë nuk guxojnë i hynë. Për shkak dashurisë për Ramën nuk e tregoj. S'është çështje dashurie, është çështje frike. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Nuk guxojnë ta bëjnë. Ndërkohë që frik. Ndërkohë që në Partinë Demokratike të gjithë kandidatët tentojnë të bëjnë të gjithë gjirën në qarkë. Atje ku të mundin, duke u përplasur me njëri tjetrin, e thëmë me fjalë të tjera. Një pyetje nga dy njerëz që na marrin. Tek i njëjti demokrat trokitet nga 5, 6, 10 kandidat njëri mbas tjetrit. Ndërkohë që socialistët e kanë shumë herë më të reduktuar këtë gjë. Ta të i kalojmë se ishte sa për hyrje. Një pyetje për dy njerëz që kjo është një hyrje e cila mund t'i bëj dalje shumë kujt. Në teren. Një pyetje për dy njerëz që bëjnë fushatën, juve politikisht, ai politikisht dhe individualisht. Tirana po përflitet që nuk do arritë të nxjerrë, Ilir Ali Mehmeti vjen keq ta them, po them ato që thonë Gojtë Liga, jo më shumë se sa 12 në emër të sigurt në listën e sigurt, që do thotë as Ilir Ali Mehmeti, as Jorida, as Dorata Çupjas, po përmend ata që un kam pasur në studio nuk do të kenë një shans të dalin dhe të bëhen deputet në zgjedhjet e ardhshme. Gojtë Liga ose mendjet e informuara. Si? Gojtë Liga ose mendjet e informuara. Ta quajmë Gojtë Liga për eufemizëm ose për mënyrë të foluri, fason të parles, sepse mendjet e ndritura duhet ta dim ose të informuara. Basë është ky, sfidë është. Njerëzit që flasin me publikun, fjalën kanë. Pavarësisht harresës që është sporti ynë kombëtar. Ta flasin pa kandidatët e pastaj ti si unë së kam censuruar kur në jetën time të censuroj. Se quaj këtë censurë, ti është ndërhyrje për të korrigjuar. Nuk e di kujt i referojnë juve, do të thonë qoftë mendjeve të ndritura, qoftë edhe televizioneve të cilat bëjnë sondazhe, të cilat absolutisht në gjykimin tim kanë një diferencë madhe me atë që tha Iliri në ndjesinë qytetare që do të preket çdo ditë. Nuk ka asnjë arsye logjike që do një opozitë e cila ka pasur 17 mandate, do të shkojë, do të marrë 12 mandate. Nga pikpamja do të thjesht të zhvillimit dhe normalitetit politik që duhet ndodhë jo më në situatën që jemi. Dhe unë kam bindje që do të ne objektivin tonë e kemi për të arritur maksimumin në Tiranë fitojmë më shumë se sa të gjitha partitë e tjera. Dhe ka vetëm një efekt i cili do të duhet parë, e kam thënë dhe herë tjera këtu në studion tuaj, votat e partive të vogla të cilat nuk kthehen mandate, kthehen do në diferencë negative në qoftë se ato marrin djathtas. Por, absolutisht, unë pajtoj me doktorin që kudo që shkon të majdet djathë, shprejnë qartësisht shqetësimin për situatën që ka vëndi. Kudo që të shkosh, të gjithë kanë një problem se si do të bëhet me ekonominë e tyre familjare dhe me të ardhmen e familjeve tyre. Pra, kjo demagogjia e madhe politike apo mediatike e tjere efekton në një mas minimale, do thosha, do në votusin të paktën atë që kam paru. Dhe në kontakt që kam lëviz në gjithë Tiranën, do dhem që nga Kavaja, Rogozhina, edhe duke ardhur në gjitha zonat e Tiranës, edhe në teritorit tjera të Shqipërisë, gjatë fushatës elektorale. Kështu që, kush do të thotë 12 e tjerë,
unë besoj që në garën tonë, si që tha edhe vetë Zoti Ali Mehmeti, ka njerëz me cilësi dhe virtyte të jashtëzakonshme, një grup tresh, të cilët janë në një mision shumë të angazhuar për veten e tyre, por edhe për aleancën për Shqipërinë madhështore. Doktori, po i them, ndoshta emra që si dini, Albi, apo dhe figura historike, politike të Partisë Demokratike, e tjerë, të gjithë këta janë në një garë dhe në një korrektes maksimale me njëri tjetër. Dhe po të shkoj pak të pyetja e parë, në politikë sa më shumë të rrafësh një mesazh tek njerëzit, aq më bindës është mesazhi tek njerëzit, dhe besoj që kemi një zonë elektorale që është qarku i Tiranës, dhe gjithë kandidatët bëjnë fushat në gjithë qarkun e Tiranës për të marrë maksimumin e votave, për të përcjellë dhe përsëritur mesazhin, por dhe për të kapur atë pjesë të elektoratit i cili do shta nuk shkon tek Fatmir Mediu, por shkon tek Iliri. Pra nëse do të ishte një zonë ku do ishte vetëm Fatmiri, ajo pjesë që nuk do të pajtohej me Fatmirin, atëherë do të rinte indiferente ose nuk do të votonte, mund të votonte kundër. Dhe kjo lloj politike mendoj që është më e mira nga pikpamja elektorale në gjykimin tim. Por po i ritheksoj edhe një herë, ne kemi vendosur që kjo fushatë elektorale për ne është kontakti dhe fjala me qytetarin. As me sondazhet, as me sharjet dhe fyerjet që ka Edi Rama, por duke folur me qytetarin për ato që ne konsiderojmë probleme shumë të rëndësishme jetike për ta. Dhe ky ka qenë fokusi si në pjesën makro, edhe në pjesën mikro të fushatës elektorale. Si zoti Berisha, por edhe çdo kandidat është përpjekur të fokusohet tek programi, te çështjet ekonomike, te problemet e këtyre 12 vjetëve dhe kapërcimi i këtyre problemeve. Ajo që unë vërtet dje kam vlerësuar maksimalisht në një nga angazhimet elektorale që patën zotin Berisha në Has, ishte thirrja e tij që i jepni vetes 100 ditë për të provuar të vërtetën e programit që ne kemi pasqyruar. E tha dje, ka thënë sot, po më bën përshtypje ky leitmotivi 100 ditëve. Pse 100 ditë? Faktikisht ka qenë. Sepse është për të provuar deri në fund korrektesën e propozimit dhe programit. Çfarë ndodh pas 100 ditëve nëse si mban ato që tha? Se edhe Donald Trump i tha për 100 ditë tha do mbyll luftën në Ukrainë-Rusi. E tha për 24 orë, pastaj e kaloi në 100 ditë dhe tash i tha. Jo, e para një krahasimet do të nuk qëndrojnë. Në 100 ditë ti mund të bësh shumë gjëra dhe mund mos bësh asgjë. Premtimi në 100 ditë është për të qenë korrekt me qytetarët shqiptar për ato që janë premtuar, cilat janë të mundshme për të përmbushur brenda 100 ditëshi. Pra të gjitha ato premtime që janë bërë dhe unë mendoj që ky lloj raporti me qytetarin është shumë më i vlefshëm se sa ideja që shiko se vetëm unë e bëj dhe pas 2030 shqiptarët do gëzojnë parajsën në Bashkimin Evropian. Pra duke folur me ta për problemet që kanë, kohën kur maturojnë këto probleme, si zgjidhen këto probleme, mendoj që shumë herë më drejt në një fushatë elektorale dhe shumë herë më ndjeshme dhe prekshme nga qytetarët. Ila do të thosh? Atëherë, duke u ndarur të fushatë